Mesha solemne Krishtlindjes në katedralen Shën Nën Tereza u udhëhoq nga i peshkvi Dot Gjergji. Ai ndër të tjera tha se Kosova ka nevojë për stabilitet më të madh politik dhe të përshpejtojë rrugën drejt hyrjes në familjen evropiane dhe të ruajë vlerat e shoqërisë. Ndjejt e nevojshme t'juftoj që në zgjedhjet e pas Krishtlindjes të jemi të përgjeshëm për të marrën vendimin sipas ndërqeqjes e për të restauruar gjendjen në të cilën kemi jetuar vitin që kalon pas. Duke kryer obligimin qytetar ashtu siç duhet. Pasi kështu do të kontribuojmë të gjithë që vendi ynë të ketë një stabilitet të qëndrueshëm politik. Sipas tij, frika e shkatërimit që ekziston sot në përbot ka ardhur për shkak të gjuhës së urrëties, interesave të fortëve dhe mungesës së drejtësisë, të cilat kanë dëmtuar perspektivën e të rinjve për të ardhmen. Kjo ka plagosur në rënd ndërqeqjen kolektive të botës dhe moralin në përgjithësi të njerëzimit. Mbi gjitha, po shkatëron shpresën e brezave të ri dhe pikon të paaft ata për të jetuar në paqe dhe në dashuri. Këtë të njëjtë, meshat në ditën e Krishtlindjes ishin programuar në katedralen Shën Nën Tereza dhe në kishën e Shëndout në Ulpian në Prishtinë.